3 fëmijë të fisit Honey Queen në Amazon ndërsa tentojnë të ikin prej tokave të djegura nga zjarret, kthejnë kokën nga objektivi duke përjetësuar imazhin e të pafajshmëve që rreken t'i shpëtojnë sulmeve apo zjarreve të qëllimshme. Kjo është një prej fotografive të fotografit të njohur çek David Tezinski, i cili në kuadër të 80 vjetorit të kartës së OKB-s ka çelur një ekspozit në kod në kryeministri. Me kohën gjen aftësinë për të gjetur histori të fshehura në çështje që unë i shoh me rëndësi, si njerëz që luftojnë për lirinë e tyre, njerëz të marginalizuar, subkultura. Secila fotografi tregon një nga qëllimet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa puna ime ka si qëllim të rrëzojë stereotipet dhe të hap perspektiva të reja në shoqëri. Ndaj e përdor fotografinë si mjet, si një armë që vret stereotipa dhe si një kur që ju hap syt. Fituesi disa çmimeve Tezinski ka udhëtuar në 80 vende duke fotografuar që nga të rinjt iranian dhe zonat e luftës në Ukrainë, deri te getot në Xhamajka dhe lagjet e varfra në Indi. Puna e tij eksploron jetë kontroverse dhe të marginalizuara, nga mbretëresha drag në Kub deri te fëmijët punëtor në Gan. Energjia ime kryesore në fotografi është të tregoj diçka që hap perspektiva të reja. Këto janë histori njerëzore nga qoshe të ndryshme të botës. Unë ndjej se jam vetëm një dëshmitar, duke përçuar realitetin që shoh me sytë e mi, që audienca ta shoh botën siç është, ose si e shoh unë. I lodhur nga fotografimi i luftrave, trupave që kanë humbur shpirtrat dhe fëmijëve që kanë humbur nënat, ai ndjek instiktin për të gjurmuar imazhe që rrëfejnë dhe promovojnë paqen. Ekspozita do të jetë e hapur në kod deri në 10 korrik.